Iranin dhe që ne ata përfitojnë. Por realisht nuk u shkatërroi Irani, ai një shtet I cili ka pas mundësi me bë ata, ai prap do ta bën fuqinë bërthamore dhe prap mbetet e njëjta situatë. Sunitet nuk kanë anë bërthamore, janë të vetme shtetet që nuk kanë as uranium të pasuruar për energjinë bërthamore, për arsye paqësore, për energjetike të tjera, por kanë vetëm këto dy shtete ku Irani ka prej 80 deri 350 koka bërthamore, ndërsa Irani ishte afër për me bë. Sa janë shkatruar këto impjantet bërthamore të Irani, nuk e dim, por në fund pas një marrëveshje e cila pritet të bëhet, Irani do të hiqen embargot nga SBA-ja dhe vendet perëndimore, do të jetë domethënë edhe më fuqishme, pastaj do të vazhdon punën me impjantet bërthamore për nevojat energjisë bërthamore, siç po thonë ata për nevoja paqësore, dhe në fund do të mbesin prapë të dy shtetet ato më të fuqishme dhe në një farë mënyrë tentim për shpëtimin e Netanyahut nga gjykata e Hagës. Për të kthyer njëherë tek sulmi I sotit, pra I parapakorëve në bazën në Katar. Me këtë sulm që ka kryer Irani, pra I përmendet që ka bërë një shkelje pra ndërkombëtare në raport me Turqinë. A ka dëmtuar edhe aleancën me Turqinë? Veçanë se dihet që në një farë forme Katari është në protektoratin edhe të Turqisë. De facto. Mos pare nuk ka pas ndonjë aleancë të theksuar mes Turqisë dhe Iranit. Kur Turqia ishte duke ndihmuar Azerbejxhanin në luftën me Armenin, Irani e ndihmonte Armenin kundër Azerbejxhanit. Do të thonë në politikën e jashtme, në politika gjeostrategjike, ti mundesh me qenë me një shtet... Vetëm që Erdogani vazhdimisht ka bërë thirrje Netanyahu që të mos e sulmoj asnjëherë Iranin. Po, mirë, në këtë rast s'diskutohet, sepse Izraeli vazhdimisht, jo vetëm Irani, po ka sulmuar të gjitha shtetet e rajonit. Prej vitit 1948, unë për ata thash, Izraeli dhe Irani janë dy shtete destabilizuese. Prej 1948-s, Irani vazhdimisht ka sulmuar shtetet, domethënë është agresori vetëm në këtë rajon, ka ditë mesdhe, ndërsa në anën tjetër prej vitit 1979, Irani në të njëjtën kohë si shtet ekspansionist, sikurse Izraeli vazhdimisht ka destabilizuar shtetet sunite. E kemi rastin e Irakut, bashkëpunimi me Izraelin. Irani ka bashkëpunuar me Izraelin gjatë kohës luftës Iran-Irak në fund të viteve 80-ta. Pastaj gjatë destabilizimit të Sirisë, e kemi situatën 12 vite luftë, Irani ka qenë plotësisht e kyçe në atë luftë brendshme civile, ku kanë vdekën më shumë se 1 milion njerëz, kam harruar shifrat, po ashtu edhe destabilizimi I shtetit Libanit. Pikrisht nga Irani. Pastaj në pjesën e poshtme kemi edhe destabilizimin e Jemenit, pikrisht nga Irani. Domethënë, kemi dy shtete të cilat kanë bashkëpunuar mes vete për mi destabilizu këto vende. Turqia ose reagimi I Turqisë është normal si një shtet I cili dëshiron që të respektohet drejta ndërkombëtare. Në këtë rast Izraeli nuk ka respektuar drejtën ndërkombëtare asnjëherë. Izraeli është I vetmi shtet në botë I cili s'ka respektuar asnjë rezolutë të Kombeve të Bashkuara, madje edhe atëherë kur në Këshillin. Por ka thënë se ka shfrytzuar të drejtën për të mbrojtur. Kanë prokurorë edhe amerikanë, siç po provojnë tani edhe amerikanët. Të shpjegojmë të dyjat. E para, kur thash që s'ka respektuar asnjë rezolutë të Kombeve të Bashkuara, madje as rezoluta të cilat edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë votuar në Këshillin e Sigurimit. Ndërsa sa I përket të çështjes se vetë mbrojtja në drejtën ndërkombëtare nuk ekziston kur ti je okupues. Vetë mbrojtja ekziston kur ti je duke u mbrojtur prej agresorit. Në këtë rast, Izraeli prej 48-s e deri sot është agresor dhe është okupues, madje për vetë historianëve dhe gazetarëve izraelit. Izraeli është ndërtuar mbi gjenocid dhe spastrim etnik të palestinezëve. Dhe audash që Shtetet Bashkuara të Amerikës të rikthehen prapë në aksion me aeroplanet e tyre BD për ta stabilizuar kushtimisht themi Iranin. Unë mendoj që Trumpi ka deklaruar gjatë fushatës së vet se është kundër luftës. Unë kam shpresuar që do të bëhet një presion më I madh pa ndërhyrë ushtarakisht, por edhe ka përmend gjatë fushatës së tij se do ta përdor fuqinë për hir të paqes. Në këtë rast për të realizuar planin ose pikat e marrëveshjes ku Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin kundërshtime. Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin propozuar që pasurimi I uraniumit të bëhet jashtë Iranit, ndërsa Irani kërkonte që pasurimi I uraniumit të bëhej brenda Iranit.
Dhe këtu ishte pika kryesore ku ata nuk kishin marrëveshje dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha ose do të më pranu kjo marrëveshje që pasurimi i uraniumit të jetë jashtë shtetit në mënyrë që ne të japëm pasurimin e uraniumit as sot nevojitet, por jo as në masa të keni mundësi të bëni armë bërthamore. Si duhet jetë aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vendet të vogla, në rastin konkret Kosovës? Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendoj që ka qenë shteti kyç në vitin 1999 për të larguar okupatorin sërb nga Kosova. Fatkeqësisht Kosova është në Evropë, por Evropa nuk ka një politikë të unifikuar. Edhe pse Brukseli është si kryeqendër, por ne shohim vazhdimisht ndonjë shtet i Bashkimit Evropian ka për politikën e jashtme ka mendime tjera, sidomos për shembull për lindjen e mesme, nganjëherë flasin, asnjëherë nuk flasin me të njëjtën gjuhë, se një zëri asnjëherë s'kan fol, por edhe për Kosovën. Ne kemi rastin e Bosnës, po mos të ndërhynte Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi rastin kur para forcave evropiane u masakruan 8.000 musliman nga forcat sërbe. Të njëjtin rast e kemi edhe në Kosovë, dhe mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë shteti kyç se sa për evropianët në një mendim të përbashkët, Kosova edhe sot do të ishte nën okupimin sërb. Për këtë arsye mendoj se si shtet i fuqishëm, që është pjesë e NATO-s, aleanca e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e rëndësishme për të punuar, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këtë rast edhe me Turqinë si përveç Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një aleat i joni natyror në këtë pjesë të Ballkanit, unë mendoj se shumë është e rëndësishme koordinimi që sa më shpejt të jetë Kosova pjesë e NATO-s. Dhe ka koordinim aktualisht, apo shini? Koordinim, bashkëpunim? Po mendoj, kohën e fundit ka fillu presidentja pas një ndarje prej kryeministit Kurti, sepse deri vitin e kaluar ka qenë shumë e izoluar nga kryeministri, nuk e di arsyeën edhe pse kushtetuta i ka bërë të qarta, i ka të ndarë detyre dhe ka mund me vepru pa e pyet kryeministrin, por ka hezitu, ajo mundet me shpjegua arsyet pse nuk ka qenë shumë aktive në këtë rast, por kohën e fundit, sidomos në